Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Izraeli nderon presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për paqen në Gaza dhe kthimin e pengjeve në shtëpi. Duke folur në parlamentin izraelit përpara fjalimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, kryeministri Benjamin Netanyahu në hebraisht i tha Trump se ai do të mbetet i gdhendur në historinë e popullit izraelit. Ne i kujtojmë miqtan dhe e dim rolin tuaj të rëndësishëm dhe vendimtar në kthimin e pjesës tjetër të pengjeve, deklaroi Benjamin Netanyahu. Në anglisht, kreu i qeverisë izraelite falenderoi presidentin Trump për të gjitha marrëveshjet që ai ka arritur deri më sot për Izraelin. Since you recognize Jerusalem as our capital and moved the embassy here, thank you, President Trump. Njohje Jeruzalemin si kryeqyteti i Izraelit, zhvendosja e ambasadës amerikane në kryeqytet, njohje sovranitetit të Izraelit mbi lartësitë e Golanit, mbështetja për Izraelin në Kombet e Bashkuara, njohja e të drejtave izraelite në bregun perëndimor, ndërmjetësimi i marrëveshjeve të Abrahamit, tërheqja nga marrëveshja bërthamore me Iranin dhe sulmi ndaj Iranit në qershor. Thank you for recognizing Israeli sovereignty over the Golan Heights. Thank you for standing up to the lies against Israel in the United Nations. Thank you for recognizing in your 2020 peace plan our rights in Judea and Samaria. Listoi kryeministri Benjamin Netanyahu teksa theksoi se Donald Trump është miku më i madh që Izraeli ka pasur ndonjëherë në Shtëpinë e Bardhë. Nga parlamenti i Izraelit, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se paqja nuk është një shpresë që mund ta ëndërrojmë, por një realitet që mund ta ndërtojmë. Izraeli ka fituar gjithçka që mund ta arrihet me forcën e armëve. Tani është koha për të kthyer këto fitore kundër terroristëve në fushën e betejës, në çmimin përfundimtar, paqen dhe prosperitetin për të gjithë lindjen e mesme, thuhet në mesazhin e Donald Trump sipas një ekstrakti të publikuar nga Shtëpia e Bardhë. Ne mblidhemi në një ditë gëzimi të thellë, shpresë në rritje, besimi të ripërtërir dhe mbi të gjitha një ditë për t'i dhënë falënderimet tona më të thella Zotit të plot fuqishëm të Abrahamit dhe Isakut, thuhet në mesazhin e kreut të Shtëpisë së Bardhë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nuk do të udhëtojë në samitin e paqes në Egjipt për marrëveshjen e paqes, ndonse ishte ftuar nga presidenti egjiptian dhe nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai tha se nuk do të jetë në gjendje të marrë pjesë në udhëtim për shkak të kufizimeve kohore përpara festës hebraike. Trump do të bashkëkryesojë samitin në Sharm el Sheikh së bashku me presidentin egjiptian Abdel Fattah al-Sisi, i cili mbledh rreth 20 lider botror për të diskutuar procesin e paqes në Gaza. Zyra presidenciale egjiptiane njoftoi të hënës se Netanyahu dhe presidenti palestinez Mahmoud Abbas do të marrin pjesë në takimin në vendpushimin egjiptian në detin e Kuq. Abbazi udhëheq si autoritetin kombëtar palestinez, ashtu dhe lëvizjen Fatah me bazë në Gaza, një rivale e Hamasit. Lirohen nga Izraeli të burgosurit palestinez. Ata janë pritur me festë në Ramallah. Të burgosurit brohorisnin nga brenda një autobusi pasi u liruan nga burgu ushtarak Ofer në bregun perëndimor. Jashtë pallatit kulturor të Ramallahut, familjet presin të burgosurit palestinez. Disa gra dhe vajza të reja ishin të veshura me veshje tradicionale palestineze. Pjesëmarrës treguan se ushtria izraelite u kishte paralajmëruar të mos flisnin me median dhe duket se ata e kishin marrë seriozisht të paralajmërim. Të paktën 27 persona mbetën të vrarë në një nga përleshjet më të dhunshme midis forcave të sigurisë së Hamasit dhe anëtarëve të armatosur të familjes Dugmush në qytetin e Gazës, në një nga përleshjet më të dhunshme të brendshme që nga përfundimi i operacioneve izraelite. Një zyrtar i lartë nga Ministria e Brendshme drejtuar nga Hamasi tha se forcat e sigurisë i rrethuan dhe angazhuan në luftime të ashpra për t'i arrestuar. Burime mjekësore raportuan se të 19 anëtarët e klanit dhe 8 luftëtarë të Hamasit janë vrarë që nga fillimi i përleshjeve të shtunën. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.